Përshëndetje, mirë mbrëma, kudo që jeni. Çdo minutë që po hec, po afrohet maratona për muslimanët, muaj i shenjtë i Ramazanit. E realisht muslimanët kudo që janë në këtë ditë para përgatiten për këtë muaj të shenjtë Ramazanit, lutim Zotin me na dhënë shancën me hyrë në Ramazan e me kalu këtë muaj si është mësë mirë mbi gjitha agjerim të lehtë e të pranuar. Të dashurit e mi kudo që jeni, unë po këshilloj vetën time edhe juve, të gjithë ju që po na shikoni, po na ndëgjoni, nga fjalët e tona ato që ju hynë punë, merrni edhe futni në funksion, edhe gjithmonë lutni Zotin për çdo sen, tash muaji i shenjtë i Ramazanit, çdo sekondë i këtij muaji është më ndryshe. Zoti pret prej njerëzve, pret prej robëve të vet, me çka po i afrohen Zotit. A ka kush prej neve që do të mundohet me agjeru me gjitha gjymtyrët e trupit? Ashtu siç na mëson i dashuri Zotit, vetë Zoti ka thonë atij, thuj robëve të mi, nuk kam nevojë që njeriu të largohet nga ushqimi dhe pijet, por kam nevojë që njeriu të agjeron me krejt gjymtyrët e trupit. A ka bën jetë dikush me lidh një lidhje serioze, sinqert me të lumin Zot? Me i tregu mirënjohjen dhe falënderimet Zotit për çdo mirësi dhe begati që na i ka dhënë. Cila është forma dhe mënyra dhe metoda që kemi zgjedh neve në këtë muaj të shenjtë Ramazanit i afrohemi të lumit Zot. Përveç agjerimit dhe ibadetit në përgjithësi, o musliman, shpirti jo në këtë muaj ka nevojë që të pastrohet dhe pastrimi i shpirtit është ibadeti, është afrimi ndaj Zotit. Shpirti jo në këtë muaj të Ramazanit afrohet te Zoti me shumë mënyra, rrugë, metoda, e ndërto edhe bamirësia. Kush prej neve e ka bën jetë, e ka lidh kontratën me Zotin, që unë kam e ushqy jetimin, skamnorin, nevojtarin, dertlin, borxhlin. Kush prej neve tregohet azgan dhe po hin në muaj të shenjtë të Ramazanit, e nuk fol me babë, e nan, e vlla, e motër. A ka prej burrave dhe grave, prej vëllezërve dhe motrave, që pret faljen e Zotit në këtë muaj, pa dash me falë këtë dikën tjetër? Hapni ato dyrë që i keni pas të mbyllur adej sot, e mos e ma keq nëse njëna prej dyrëve që e kena mbyll është dera e babës edhe nanës, dera e vllaut edhe motrës. Muaji i Ramazanit kërkon lidhshmërinë tonë ndaj Zotit me veprime konkrete. Falni ata që ju kanë hynë hak, qelja unë i derën, apo e shohim o vllazën se çdo ditë marrim lajme vdiq filoni e vdiq fisteki, asnjë prej tyne kur gjën nuk ka marrë me vete. Bënu hisetar, shkaktar, sebebgji i të mirës, mos e le një derë të mbyll në momentin që ti ke mbyll sytë edhe ke shku te Zoti. Edhe ajo derë është mbyll nga ti, por bëhu shkaktar që ti hapish ato dyrë. Shko dhe lypja halallëkun babës edhe nanës, vllaut edhe motrës. Shtroni sofrat edhe thirrni të afërmit e juaj në iftar. Çdo iftar i dham është shtim i bereqetit në familjet tona. E ky shtim i bereqetit nuk do të thot vetëm në financa. Bereqet njeri ka edhe në shëndet. Bereqet njeri ka edhe pastron taksiratin e largon të keqen. Bën mirë edhe me një fjalë të mirë. Bën mirë edhe me një gjysmë hurme. Bën mirë edhe në vizitë.
A dini mor vlezër, veç një herë me shku një vizit me i ra në bërë spitaleve. A dhe shihni sa njeri kërkon dërmën, e unë e ti jemi shëndosh e mirë me qëfar mënyrë dhe forme, po i thu Zotit faleminderit. Faleminderit që na i ka dhonë shëndetin. Faleminderit që na i ka dhonë çdo të mirë, syje, dure, kome, veshe, hune, goje. Edhe dalëm edhe flasim edhe kuptojmë edhe shohim edhe dëgjojmë. Cila është vepra që ti po i tregon Zotit mirënjohjen tënde për këto mirësi, dhunti, për këto të mira që na i ka dhonë. Është shansi muji i shenjtë të Ramazanit. Ky muj që me të vërtet është pastrim i shpirtit tonë. Kujdes qysh pe pastron. E pastrimi i shpirtit bëhet me veprat mira. E largon dryshkun e kësaj dynjaje që shumë pak ka ardhur koha me dëgju mirë. Secili lajm që po vjen më i rëndë se tjetri. Andaj këto lajme me i kthyme në art mira, duhet na me u bë të mirë. Duhet na me pastru shpirtin tonë. E në këtë prag të këtij muaji të shenjtë të Ramazanit, i lumi Zot pret prej neve, edhe pse ai nuk ka nevojë për kurrë. Pret se me çka po i afrohet robi Zotit vet. Me çka? Me çka po ja tregon mirënjohjen Zotit. Andaj na këshillojmë veten edhe juve. Një herë faleminderit Zotit që na ka dhënë shans me jetu e me mërri deri në këto ditë, e inshallah na jep shansë me hi edhe në Ramazan e me kalu këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Mirënjohje i kallëzojmë Zotit me i fol atyne që s'ju kemi fol dhe i sëd për hir të Zotit. Edhe pse jem të vetëdijshëm që ata janë hakun tonë. Edhe pse neve na merr mendja që ata janë gabime, na s'kem faj. Qu edhe zgjate dorën ti i pari. Hap dyrë, fale. Nesër kur do dalim para Zotit, asnjëri prej neve nuk do të ketë hall tjetër përveç se me dëgju prej të lumit Zot je i falt. Atëherë nëse do me qenë të falur, duhet mu mësu me fal dikan. E a ka më mirë sepse sa në këto ditë e net të muajit të shenjtë të Ramazanit. Të hymë në Ramazan me kontrat, mes nesh edhe të lumit Zot. Thash përveç agjërimit dhe ibadetit. Mbledhe familjen, edhe bashkë me familjen diskutoni çështjet, kanë doni me ndimu, kanë doni me ja qel derën, kanë do me vizitu. A viziton një cmut, a viziton një njeri që jeton veç vetë, a shkon edhe je ladhaton kokën e jetimit. Mos e neve Zotin a kalon sofrën plot. Jem prezent na dhe kem fëmijët e tonë në sofrën e iftarit. A bojmë mend që sa fëmijë nuk i kanë të dashurit e tyne në sofrë. Sa prej tyne kishin pas dëshirë me boj iftar me babën e vetë, po nuk e kanë. Ose me nanën. Neve që Zotin a kalon bashk, me çka po i thomi faleminderit. Ndani prej mirësive t'juja, ndani prej bereqetit tuj, në këtë format, në këtë mënyrat, qoftë financiare, qoftë edhe me një fjalë të mirë, qoftë edhe me një vizit për hir të Zotit. O Zoti ju i dashur, na fal. E dim që jem rob që gabojmë, po mëshira jote ka plën çdo sen e neve shpresojmë në mëshirën tënde. Lusim Zotin edhe një herë, me prit me hinë muajit të shenjtë të Ramazanit, me na dhënë forcë, takat e fuqi, me agjeru këtë muaj, e me kanë besimtar të mirë, e me ditë na me fal dikan tjetër, e me shpresun faljen e Zotit. Zoti kur mos ju humb.
E para se me startu emisionin, me storjet e përgatitura për këtë natë, në emër tim edhe të stafit edhe banorëve të shtëpisë, në emrin e gjithë atyre që marrin iftarin në kuzhinat tona. Ju, besimtarë musliman, kudo që jeni, urime festën, urime muajin e shenjtë të Ramazanit, inshallah xherim të pranueshëm. Kërkesa jone vetme për gjithë juve kudo që jeni, mos na harroni në lutjet e juaja. Zoti ju rujtë, ju shpërbleft. E inshallah Zoti xhelle shanuhu çdo sprov çka kem këtë dynjë na lehtëson me te i kalu, me kollajllëk, e na shpërblen nesër kur do dalim para tij. Po ndjekim një histori që është përgatit për këtë emision, është dhurim shtëpia dhe rikthehemi në studio. Përshëndetje. Qysh je? Mirë, që lirë. A i mirë? Mirë, ka tajdu. A dali mësafira ju? Po, hajtë, e një të krenës. Jam smut për frymës. Prej frymës? Sa vjet i ki? Vëllat në shkollë s'kom. Lyptin i kom të aty, ka njerë dalë të jash, ka njerë rrot aty. Që ke emrin? Fadile Hasani. Fadile Hasani. E ka e tje Fadile? Unë jam komuna Sarajekës, në Qirukës. Okej. E boba jam, dalë në Pedullës në komuna Sarajekës. Sa antar jeni? E që unë jam në djallë. Vesh ti edhe djali? Po. Sa vjet i ka djali? A i kanë, që që ka një tërnica lukët e ki ka lenë në shpe. Po të dule ka morë një një këti. Pse? S'di që ka torë saj, dhe tani që sa dulë. Po i kenona po vjetë vodhe, s'po me frymër të eshë du të me pushu. E qysh po jetën i Fadile? Vodhe kushta shtirat. Kërkush të qyteve tore. As ti djolit, as kënina kërkush. Qka kërkush? Kërkush që të neve tore emi dishka. E që sa kohë je që të jetu? Unë jam, qysh jam orë këgja jam që tëj. Dhe që ta dy atë supë, me vloga që kënina për vlogës jep smu. E kuna shkja? E ki tjolë jam e ko vla për bobës, a i tu në e frizaj, neve që la që atëj, e la. A sa ti në zetë në turën, a keni t'i shka me bleja ja, kërkush. Qashtu shtina tere, të droga marë, blej loqe. Sa po del rruga? Vodhe se disa në shkullë s'kom. Nishe një sotaro, po të zjoni validur. E që ato të loqet, të mjeki, ka në notën, firë gjoni taksin, du të me shku notën, kërkush vjen të dhera. Kërkush, kime të qufta të kërkush vjen të dhera. Që të të ushti? Apo jo një mon e kush? Ja, kërkush. As ka të unë i këtu? Ja, kërkush. E firë me që të mjeki, ja të kiris po buka, të shpurdhër, e venë vokla të vusit, të qysh, me shtokë, ndalë të atje, ndalë. Të në duhet me i pa të busë me kopë, me i pënartë, pe komës, pe frymës. E djali apo përnë në isë? Ja, kërkoniq. Pse? Ja, kemi punëtore, rrinë që ato pote të shkaj me morë, të mjeki shkaj. Edhe aj me i laqe? Buke me tombële, me qaj që ashtu. Te vjen vok të rruga me morë, në kërkush. Kush u ka falë tokën?
E ki ka djallin për në krushin që atë djenë që po bjen gjort mizë djallja tina në krushi. Ata ka ma ullën ma fund. Fadile, na këna arë me ta bo shpijen. Po bosh me shtëpi të re s'duhet me kap. Ka njerës, Një shtëpi të re të mirë. Krejt senet mrena. pa mire shumë zot e ruft juve shumë që ku me full ma shumë. Zoti ta lehtësoft ty. Unë jem qashtu smuk tani e ma e në shkërja e qashtu. Ka një dalë jashtë, ka një rritë aty s'po për me zonë dhenë. E më peshigin, tani duhet me lokë në krytë, me shtin qekë, me kryet pak, me orvetin. E kërkush neve, ka një notën, ka një toksën e firë në gjysë notën, me qumu të miki, ka një fryma nollet, ka një Allah e të lehtëso. kretë për vlogën mundet me qyrë vlogë, nina vlogë atje për vlogës, kretë teshat u myke, duhet me qitë pak jashtë me dhërës, kretë u myke teshat për vlogës. Hem vlogë knina qysh, hem atë sëvë, hem djodit usë mu për vlogës, e unë knina të këtë mjetë so, e stunet në qashtu si. Shpesh familje i vizitojmë edhe ka i herë është në rast që në ngel memorje tona, në rast në bënd që të natën ta kalojmë pa gjumë, e qesim dorën zemër me qenë nën vend kësaj nanës. Rastet e tilla janë sprovë për gjithë rrethin ku jetojnë, por na lusim Zotin mu mush men na vetë në i herë dhe çdo kafshat që fusim gojë tonë në hak të asaj kafshate kanë to familje të tilla që ne në vend se me datë kafshate me afru këtyne na fusim barkun tonë nesër ka mundësi e qesën vnerë. Zotin e faltë. Unë e falenderoj Zotin që u bosh kaktar komuna e shtimës, me kanë listë kjo familje dhe me ardhë, me i marrë këto emocione, me mësu vetë për vete, me dalë para pasqyrës, me thonë ka dalë se ka edhe kështu që jetohet, e neve të mirat na kanë qu pesh, po qysh na kanë qu pesh që ashtu pikema dhe punë se cili prej neve. Zotin e faltë edhe njëherë, ty përhaj të kofë shpia. Zoti ruft juve. Selam i bën edhe djalit. E inshallah kur boj me shtëpi të re, këna më ardhë me pi një kafe në shtëpi. Në atë shtëpi ku s'ka me pas shpresojmë vlog e myk, inshallah ki jetë edhe gëzën. Ti bashkë me djal. As ujë s'kemi që atë teri. E marë ujë të kushja që atë me djallë. Pse s'ki uj? S'ka ushterë bunoj. Ushterë bonari, une po thëmë që na përveç shtëpisë këna me aqela. Ka njerë Një djallit. bonar berat që në që atë. Edhe një bonar këna me qelë veç për juve. Shishat të mushë. Shishat në ka njerë djallë, shkom të kja që ta kushit që atë ata shumë për ujë. Shkom djallë me kulicë, bjen. Me pastru që duhet, as të ishat, as me lo, të bjen voki, në reshut aty. Jena bo dëpë shpirtërisht zemrat tona, gjokset tona, bajnë shumë storje, shumë skenare, shumë histori, shumë ngjarje, edhe në kalëshu ka pak takati edhe neve, po Zotin e faltë, familja gëzof shpinë. Përhaj, Sa mirë. e gëzofshin.
Unë kesh pak të s'ke, Ja, kiva të shtime. Okej, na këna orë më të bo shpinë e re, Patjetër shumë. e po bojmë me shpi të re. O bo? Qështu? Qësh më kalëm? Mirë. A pe këshur në onën e? Që jure unë më fort. Unë Bravo. këtë i sekret. Bravo. Ja. Hajde, zotit rujt. Patjetër shumë. Këna mu pa pet na kur nisim tash me ta bo shpijen. Anë. A o bo? Po. Që kemë në të? Avdallah soni. Avdullah, hajde. Hajde zotit rujt. Kjo është ajo për shka folëm neve se sa na i jemi mirë njohë Zotit është mirë, këtë storje ju me këthy edhe një herë edhe me adëgju fjallët ka dal nënës, fjallë që na i ka thonë, edhe kjo është një minutazh e shkur që neve jepim për publikun, koha që neve kaloj me familjen e në minutazha më gjata, ka fjallë që na smujmë me i dhonë për publikun, po me të vërtet bënë për mi thonë tokës qelu dhe të hi mrena, ajo është që na këshillojmë vetën gjithmonë edhe juve. Du të mi thonë Zotit, alhamdulillah, me falendru të lumin Zot. Krejt jesh këna mujtë me konë na në vend tyne. Ka herë i thëmë vetit edhe stafit shumë të fort ishim kanë, shumë zemra tona përballojnë loj rrëfimi edhe loj historie. Anën tjetër kjo forës vjen veç pit lumit Zot, prap gjithmonë mirë njohës edhe falendru Zotit që na ka bo shkaktar. Të paktën ata lët kësaj nane, ai myk që u pa në shtëpi, ajo vllag, të paktën kalon në një ambient krejtëri, nuk jeton mesin e tyne, lët kthehen në buzëqeshje edhe fillon një jetë e re. Përveç Zotit na ju jemi mirënjohës edhe juve o bamirës kudo që jeni, sepse na, Halili dhe stafi, veç një urë lidhse mes juve dhe këtyre familjeve, është kafshata djersa juj që po mundësën krejt këtë aktivitetin tonë, po mundësën me i dhonë neve këto lajme. E na, ju thomi faleminderit që na keni zgjedhë neve me qenë urë lidhse mes juve dhe këtyre familjeve. Faleminderit deri në frymën e fundit që na keni bo sebeb më undal këto lot. Faleminderit na keni bo shkaktar me përqafu shumë jetima. Faleminderit na keni bo shkaktar që me dhuru shpresë të shumë familje, me dhuru qelsat, shtëpive, të banesave. Ju jeni ata shkaktarët që na mundësani neve me i bartë këto lajme. Zoti kur mos i humbë bashkë me familjet e juja kudo që jeni. Muji i shenjt i Ramazanit në Prag edhe jetimat e Ballkanit është krejt me aktivitete 24 orë. Kur them 24 orë, sepse ditën me aktivitetin të teren, vjen koha iftarit, gjithmonë shtrimi iftarëve, jipën iftare në për kuzhina tona, edhe këtu në shtëpinë të moshuarve, çdo natë me musafir të ndryshëm plot, e atëherë aty ku ka musafir ka edhe bereqet. Pra prej iftarit deri në syfir ka aktivitete këtu të shtëpia të moshuarve. Ja vlen me cek se një dit para mujit të shenjtë të Ramazanit fillon punën edhe kuzhina e re në qytetin e Gjelanit. Ne me datë 16 të këti muji, ditën e honë, e inaugurojmë mega projektin e shoqatës tonë në Gjelan, i cili tashmë veç ka përfundu. Unë nuk e di a ka regjia pamje për me i dhonë të këti mega projekti, projekt që do tjetë në shërbim të moshuarve, është qëndrim ditor ku mund të kalojnë ditën bin 100 të moshuar.
është edhe kuzhina humanitare që do të mundën me marrë ushqimin edhe të ushqenë aty përveç këtyre 100 të moshuarve edhe 250 persona tjerë me nga një shujt ditore. Ku ka më mirë që me startu me shujta të iftarit. Gjithashtu është edhe bujtin për student. Ditën e hanë në orën 11 është ceremonia e këtij mega projekti, prerja e shiritit e lusë Zotin me në dhonë forcë e mundësi e bereqet për me mbajt edhe këtë projekt, qysh jemi të i mbajt, mu realizu u kry, tani kërkohet përgjësi për me menagju këtë projekt. Mos të harrojmë se me njëherë pas mujt të shenjtë të Ramazanit, inaugurohet një projekt i tillë, edhe ky mega projekt, edhe në qytetin e Podujevës. Në këtë pikë, me qenë se në çdo projekt tonin ekzistojnë edhe kuzhinat humanitare. Në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit, kuzhinave tona po i shtohet edhe kuzhina e Gjelanit. Andaj ju bëj thirrje që kush ka mundësi, rezervoni iftaret në për kuzhinat tona, kanë ngel edhe pak vende, shumica atyre janë rezervu, po merre hisën, bëho shkaktar, bën një jetë për vete, për familjen, për dikan që e ki të vdekur. Shtra iftar, jep për agjerusit iftar. Ju mund të kontaktoni shoqatën për rezervimin e iftarit tënë në për kuzhinat tona. Ajo shkangelet për me thonë neve inshallah ve Zoti, na i pranon edhe dhurimin e iftarit, edhe gjitha aktivitetet bamirëse në këtë muaj të shenjtë të Ramazanit. Në Ramazan, po starton edhe një gjatë tjetër. Ne ju kemi dhonë pamjet e një projekti që është vakëf, që është pronë e shoqatës. Ajo është thertoria jetimet e Ballkanit. Mish halal. Procedura e therrjes së kurbanave, lëbëve, dhanëve, prej në fillim e deri në përfundim halal. Ne e kemi shtinë në funksion për nevojat e shoqatës, për kuzhinat tona që i kemi anë kënd Kosovës. Po tani më do të hapet mundësia edhe për të gjithë ju që dëshironi të furnizohi, të bleni mish halal, mundi me ardh, me pa procedurën edhe me zgjedh mish frest. Na e kemi përgadit edhe një historie të thertorës, tani më të ditëve të fundit, për me ju shpalos pra jetimat e Ballkanit, po fillon një etap tjetër që do të jetë shitja e mishit të freskët, e fitimi do të jetë vakëf i shoqatës nga ato të holla, nga ai fitim do të kryen punë humanitare, punë bamirësie. Po ndjekim së. Kjo është territoria e shoqatës sonë. E ka trakun edhe për lop edhe për dhen, bika pra dhe për dhen. Kapaciteti i saj është jashtëzakonisht i madh. Në orë mund të therrën 30 bika në trakun e kafshëve të mëdha dhe
në trakën e dhenëve janë 100 dhenë në sahat. Kjo thertore kryen edhe shërbimet gjithë ata të cilët kanë dëshirë me therë kafsh për pastërm apo për nevojat e tyre, mund me kry shërbimin me ardhe dhe me therë këtu të nam. Tani ma thertoria ka menaxhmentin e vetë. Kjo është shtalla. Kapaciteti saj është për 300 bika. Që lëshohet edhe kjo javën tjetër. Gjithë ata që po e vizitojnë thertoren me të vërtet po ngelin të habitur, është me gjitha standardet evropiane, kena vizita dhe të biznesmenave që e krynë këtë punë në Evropë, edhe po ngelin të habitur me atë çka po e shohin. Këtu në Kosovën tonë, është thertoria e madhe në Kosovë, po ndoshta edhe në rajon. Është e certifikuar me gjitha certifikatat evropiane, mos të harrojmë edhe me certifikatën halal. Pamje që po i ndjekni është kuzhina që shërben për stafin, punëtorët që janë në thertore. Zhveshtoria. Hyrja brenda për në thertore. Këto e në pamjet e thertores brenda, kjo është traka e dhenëve. Dhe pjesa tjetër, këtu jenë për kafshë të mëdhaja, lëpë bika. Thertoria veç ka nisë punën, thash, është duke punuar për nevojat të shoqatës. Nga muaj shejtë Ramazanit, për ditës parë do të ketë mish të freskët edhe për gjithë ata të cilët duan që të furnizohen me mish të freskët. Por e të kësaj edhe njëherë që fitimi i kësaj thertore i gjithë shkon për bamirësi. Thertoria është pronë e shoqatës. Mos të harrojmë, mbi 50 punëtorë të punësuar, e këtu tani më jemi në zonën ku përpunohet mishi, ku do të ketë artikuj tjerë të mishit. Kapaciteti kësaj thertore veç me frigot e mëdha që i ka, janë mbi 750 bika të prerë që mund të sistemohen në për frigot e thertores. Të e në disa nga artikujt që do t'jenë me logon e shoqatës, edhe mish halal që do t'ju afrohet klientëve.
Njëkohësisht mund vini, është 2 kilometra vija ajrore nga shtëpia të mëshuarve jetimat e Ballkanit. Ka zona fshatit Gilanc. Këto janë frigot për cilat ne vetëm folëm pak më herët. Një investim jashtëzakonisht i nevojshëm për shoqatën që kryen e furnizon kuzhinat tona, mos të harrojmë. Edhe 3 muaj është Kurban Bajrami, shoqata gjithmonë çdo vit e mbi 10.000 kurbana. E tani këtë vit krejt procedura do kryhet këtu. Po ngjitemi në katin e dytë, recepcione dhe këtu është menaxhmenti, zyrat e menaxhimit, menaxherave, sektoreve të ndryshme. Këtu është edhe një klasë ku mund të shohin procedurën e therrjes të detajuar. Por i theksoj gjitha certifikatat që kërkohen nga Bashkimi Evropian janë marrur, përfshi edhe certifikatën halal. Pra prej tash, prej ditës parë muajit të Ramazanit, gjithë ata të cilët dëshirojnë të furnizohen me mish të freskët, mundësinë e kanë. Ndoshta deri sot kemi lyp pa pas mundësi me ju dhënë diçka sot, ju mund të furnizohi me mish, njëkohësisht të bëni mirë. Thash, fitimi i krejt kësaj do të jetë në shoqatë edhe për aktivitete humanitare. Në anën tjetër, 50 veta start të punësum në këtë thertore. Besoj inshallah ka punë edhe shtohet numri i punëtorëve tjere, na inshallah Zoti na bën shkaktare sebeb me hap edhe fabrika tjera që do të jenë dobi të Kosovës, se njëkohësisht punësohen edhe punëtorë të tjerë. Zoti është përblef, Zoti përmirëson. Stafi jonë ka shku në fshatin Janjev të komunës Lipjanit, e ka vizitu një familje. Mos harrojmë, Janjev është kuzhina jonë humanitare që sa vite atje. E është një familje në gjendje të rëndë. E ka vizitu stafi jonë, ka përgadit këtë storje, pas storjes familja është prezente këtu në studio. Vajde Islami, ka Janjeva, 16 vetë. Jetoj me burë, me fëmijë dhe djali me nuse edhe vetë. S'po di që me të kallëzu për shpik, kejtë lamë, katastrofë. Ujë, kërgjeje, po do me bojtë ujë për tesha, për krejtë matë që një kërgjeje heqë, kejtë lamë. Fëmi shumë, katastrofë, do për shpik shkyllë dhe ja, s'po kanë vesh, mafje, ja kërgjeje. Kejtë ma për shqit, kejtë lamë. Nështë të dhe një shpirt mirë në një më një kësh për thëmijë, bile një senë. Druje kërgje, që të ka thërë, ka me që i buka qky, në zemi e kërgjeja,
rrim veç një sjalice kam brenda, veç një rrim. Se qënë zemin, më kanë këputës diqka. Veç një sjalice kam brenda në sëbë, që atë dhej me kërrina. Ma shumë s'ka heq, veç një. I sholla në një më një kësh, i sholla dhe një shpirt mirë, halit kasrat dhe një kësh. Sta shëgjatë, që sholla në atë një më një kësh. Kësh në shej, sholla bën mirë, që me bo. Gjemë po nëjnë, ka pa, ka la blak. Me vli me hongra, me vesha, matha, me pija. Ka la blak, si tjoni për marrë 150 erë kërgjë. Që me bo me ty? Milë për shkojnë harqë. Pija s'ka as dritar, ka qeve, këtë lam, katastrofë. Mrena më për kaftyrë këtë i shkym, lam, po pikë shivi, sa po mëndet. Aja që ka bilu kon flejt, e këmë të firë shpete, e këmë qu, i thomë, qu, se të laki shivu, qu. Qatë krevet e kam, qatë të tri shilte i pelle vetë, ma shumë s'kam tjera. Që shtë në tëkë, po do me flejt, që shpo moj, me qeve, me njerë gëndë keqë. Tërsen s'ka ma shumë. Si të bjen shivi, me njerë, me shilde, me krejt, tesha t'i kom mirë për jetë ujtë, kom qita tje. Se mi ka marrë këtë shivi. Dhe i kom gjuq ka. Ja, s'ka dherë, heq. Dherë s'ka po i në qetër, shek. Katastrofë, kjo e kanë ditë një qeve, i djole, kanë rejtë sa me flejt pak më nëzëj. Realicia, kaftërje, shfaret tje kërgjes. Qërë dhe jashtë të shemë, shek, e ka bjenë. Që të flenë i djoli, i dytë, qërë kënë i dritare ka, edhe këto e kanë rejtë një qeve, kanë ditë sa më nëzëj djoli, që me paskija shkrejt. Sa me mbrojt pak më nëzëj djoli, të pi s'ka heq, që t'ka që ka një djallë, në fashë ke vete ka dhonë, që t'jarë ganë, të kri që ka që ku marrë, krejt këtu. Kjo, që këtë farë koridori madha për shelle veç, që të ka pikë shivi këtë skorë. Mi ka logë men, me tesha, i këm pas tesha që të pa lutë, këtë në lutë i këm i këtut, edhe këm rru ven, i këm t'i që atje. Edhe po e në qenë, i pe atjetë, po mi prej kënë, qëre? Qenë, këtë i kom lo, i kom përvlu, i kom lo. Qenë, i kom në reqë, krejt i kom i disë, a mo qenë së pëlloj rahat. Ta në natë të bëjtë që, për flejtë, për në edhe zi që po pojtë. Lo me këtë i kom lo, i kom përvlu. Këto derë s'ka, qëre, kje s'përën dera, o prish krejt, derë s'ka. Veç që të pa derë, o mardhenëm. Të da e më premojën kryje, krejt katastrofë. Asë të derë s'ka, kërë derë shpak. Ati ka piku i qërë këtë lëmë, po të me i me një par gjithë qiz me diçka. Që të kaftërë kam qëtë dhe s'ka ma zdru as kërgjeq. Po pikë shive, qëre. Kërë ka flete e qika, edhe ka pikë shive shilte. Tani kërë ka pikë shive që më firra qike, ka 11 natë, që më në qumë ashtë veset lako i shive. Skur po pikë shive, që shilte kam veç edhe shto. Edhe që të farë kreveti. Që të krevet kom flejt vetë, pra që të shilte. Sa 4 jargone kam. Që edhe këtu qokri, te e këpër dhe pak s'po shqitë shumë, qëre. Qërë, po tu do me flejtë, mos mi bjellë fëmijëve zidë, qërë hazër është. Këto, krejtë të qilë. A, neje, krejtë të qilë, po i mbremoja modhe. Po do në gjithë një qeba, një sen, krejtë lëmë. Që të krevet ku vlejtë promë, qërë, nësë të shmu s'pesa, qërë. Qërë. Krejtë, dru. Ju mordhi, asë jargën, asë me një qebe më lu thmina, më lu për veti. Këtu vlenë djoli madhë, i ka 2 djemë, që të ka që të farë kësë krevet, edhe që të gretë, me që nëzëjmë veç, ftëf, ka qanë mërdhen, edhe këta që me që nëzëjmë e këtë rosa, katastrofë vlam. As ka dherë të hajrit asë, që qëfar dhere. E ka fësile shpak sa më nëzëjë, se mërdhen e fëmija që në të vakë, se ka linë gruja. Ka linë pranë gruja që katastrofë këtë lam. Që të kam kuzhinën, ama më ka i me drosa me krejtë, atë më ka prish, më ka i me kuzhinë me krejtë. Më ka marrë shivi, krejtë i ka me ujë. Po të të më thë se qizë, se diçka me ka lu, këtë lëqë, katastrofë, po botë ati lëqë, këtë katastrofë. Asë bani më la, asë më rëdhenë në fëmija. Që të më po pastrojnë në fëmija? Këtë lëqë po bomi, kur po dalë.
Haj, pamje që nuk gjen fjalë që ka me folë më tepër. Andaj mujt Ramazanit, nevojtarët, halajgjit e dërtlit, gëzohen shumë. Gëzohen se vetë muji Ramazanit, shireti ati muji, njerëzit janë më dorëshlirë. E gëzohen këto familje, shpresa rritet e këta, se vinë njerëz me ma trokit derën. Në Ramazan organizohen njerëz që ndihma më tepër, besa mos harrojmë vitrat. Shumë prej familjeve që i kemi bon me shtëpi, kur i kemi veta apo ju ndihmon në kush, apo ju ngjatë dorën në kush. Në Ramazan, po na bin ka pak mille ushqime, po na jepin vitrate. Kjo është muji i shejt Ramazanit që gëzohen edhe rritet shpresa shumë më shumë tek familjet që kanë nevojë. Storia ishte nga fshati Janjev, me të vërtet, storia që ta ngushton gjoksin. A dhe thu qysh ka mundësi në ditët e sodit me jetu në qëto kushte. Stafi ka qenë të Wahide Islami, në fshatin Janjev, 16 antarë. Edhe kanë ftu Wahidin këtu, e na i thojmi mirë se erdhe, hajde. Hajde. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se Selam aleikum. Aleikum selam. Ullë. Qysh je? Mirë shdashat. Ajo shka pam, mirë që majtë në kom. Qysh ka mundësi me jetu në qëto kushte? Që është të bjetoj në alit kastrate. Ullë. Që sa ku jetën qështu? Që të 10 vjetë më shumë. Në ditën e sodit në qëto kushte, pak të në kati dyta, është pak ma i... Jo, kretë lamë. Edhe kati dy qështu Kretë si... lamë, matër kretë më shemë. Kretë katastrofë. Asumi, askërqë. Asu i s'keni atë? Regjia po më thotë që pamje që neve i ndëqëm jenë të katit të dytë, sepse kati parë është i pabanushëm. Kretë lamë, katastrofë është, kretë ka shemet. Me dritarë, me kretë, derë s'ka është dyre. Sa fëmijë ki, Vahide? 16 vetë jena kretë. Sa fëmijë ki ti? 6 djemë e 6 qika një kam. Edhe burë edhe vetë. 6 djemë e 6 qika. Mashallah. 12 veta ti. E 16? Edhe djallin e kam martën, ka 2 djemë. Edhe nusja, veç 17 vetë gati. Jetojna që të krejtë me qa shpinë. Qysh mëni me jetu qëtë? Qështë që ku me marë? A ke lyp ndim në ikon? A ke shku në komunë? Kom shku në komunë, kom shku ka mësë, se lejmë në kërkosh, se ardhë kërkosh. Me bandime. Më kuzhinë të na e konë? Pa, zëti është për bleft, ato bukën e më të marë, që 6 vjetë i bëj. Nesër 6 vjetë i bëj që i marë bukën të atë, kuzhinë. A je e knasht në? Po, faliminderit shumë, që shjo, mësë me konë që ta më puna. A me ble boka, me ble thmive me hangë, me pije, krejt. E qysh jetën ja, punon e kush? Burën më kanë marrë vëlla drejnë kalzu, më kanë marrë në bërgë, për dënimjet malit, më kanë qunë do broftë madhe. Për dënime qka? Për dënimjet malit, që ka prej edhe në dru. E kanë zonë të i prej dru. Po, më kanë marrë burën, djallë për vëllë një madhë, pa mi majtë thmine vetë a neve. Këj dyti ka pak, si cjali që apë mërë diçka. Vërë që me bëme të E që vim sa vesh. ku është burë në burg? Ka bo 3 mujë. A ja kanë caktu sa ka me nejt? Ko me nejtë e në maj. Qaj që u munu me punu dhe shka? Që i ka punu, ka 30 erë pëndaj, ke prej ke harqë, për tash ju. Tash ma është të më bërgë njerë, për momentin më bërgë. E fëmija qysh janë më shnet? Mirë, krejtë mirë janë shnash.
Këtë shnesh i kam. Ka zë Elhamdulillah. të shnetë. Elhamdulillah. Fëmija mirë. Po vetë po mërzim. Pse? Mija po blinë në shpi. Së më rëtë i shka. Asuja se të zbali më lasë kërqë. E qysh po siguroni ujin, ku pe merrni? Uj po bojna. Sa po mëj po boj. Me kanta me qa po mëj. Me këllic, me dru po boj vete. Krejt vetë. Po shqyr Zotit paktën e kish netën ti. Jo, po, mirë. Jo, mirë. Ka dhe ma keq. A? Po thu krejtve Zotit. Ku po vlerë me një farë kreveti këtë keq. Këtë lamë. Ama ka dhe ma keq. Ka dhe ma keq. Ka që jetojnë që si gjendja dhe plus shnetën se kanë. Jo, po. Të paktën fëmija janë mirë. Mirë, Vetë kokë e mirë. Po shkon për ju ndimon sa po ki mundësi. Po, uj po boj vetë, dru po dhe me bojtë. Uj me kanta ka po mëj, me marë. As uja zbanjës, këra dyra, s'kërgjë. Pilo që po mëj, po ka, po më palu. Po hinë qetë, mrena, krejtë. Qenë, matë, sa të rasë filojnë, për rëzën këtë endë. Gjash djeme, gjash qika, veç njonin djallë të martum. Veç djallin e madhe ka martum edhe qikën e dytë. Edhe qikën e Martum e? Sa vjeti ka djalli madh? Djalli madhe ka 23. I madhi? Po, Ta tjerët kejt ma të kejtë vegël. vëgël. Qikën ma të vëgël e kam 4 vjetë. Mashallah, me imër inshallah. Kejtë shnesh mirë po, që ba. Ftaf, për shtem shumë për e mojë. O qa krejtë. Krejtë të qa. Po dhe me gjithë një qeve në këshëm, për me flejtë. Me ba veni me flejtë. Krejtë. Ta shim prag të mujtë shenjtë të Ramazanit edhe realisht njerës Ramazan munohen me Inshallah, një delni ma shpirë shumë. mirë dhe një ma. Ajo ka një muna i kush me gjona ushqimore, me... Po shfarë, s'ka marrë ndima që sa. Karë, ma, të kry që ka që më ka prunë lipjasë. Përvesh në kuzhinë që aty të na. Ko zhinë që të po marë bukë, zëtë ishë për bleft, faliminirë shumë. Bukën në të kry që që po marëm që të tejshë, që po marë për thmi, që më ka pru të shpia në herë më të se moj, ja. Kërko sheqë. Burën apo ki mundësi me shku me pa. Rallë, vëlla, se largë, ka 50 euro, 60 më i merë, me shku atje. Dobrot madhe është. Dobrot madhe. Rallë për shkëja. Si qëllit ma me blith mi dhe vesha, me hangra, me pijeta, kalablak, po dhe me blith me hangra, me pi po lipit, po të vesin. Shpia këtë katastrofë, qallë lamë, më zëtë, pa përmoje po henë. Që të farë krevetin po flej vetë, po dhe me ashtu në farë teshe, me që ma najtë, se në drasë krejtë. Bile kështu plasë ati ku nejtë, që tash. Kështu plasë për këllet. Ftëf. Amani më që ka me dalë në njeri vëllet. Inshallah del një kësh, ma i mëtë që del një kësh, ne shpirt mirë ka hala. Që na një mënë ashtë një kësh, për që sa fëmi bili mas shumë të. Kejtë lamë. Vahide. Po ja u bojmë një shtëpi të re. Faleminderit shumë. Në të do trujt, problem. Zotit trujt është për bleft, krejtve. Po bohim me shtëpi të re. Faleminderit shumë. Vahide, lajmë i gëzushëm. Zotit është për bleft, faleminderit shumë. Gjashmët antar në qëto kushte. Nasa ja dham lajmin se po bohat me shtëpi të re. Sa keni vend që aty, Vahide? Për një shpi kena, vend sa dush. Keni shtëpi për një. Vend ka për një shpi që të. Vend sa dush ka. Mirë ka vend. A ka vend për 2 shtëpia? Për dy shpia? Për dy shpia se dina shta ka. Shta bërë është i gjanë. 2 shtëpia po jo bojnë. 2 shpia. Për dhe.
Tash, kur të vinë stafi jonë atje me pa, nëse ka vend 2 shtëpia këna me bo. Nëse s'ka vend, këna me bo 1 shtëpi 2 kaçe. Faleminderit. Zoti shpërblet. Ullu. Kur të bën mirë. 16 veta, 17, sa? 1 shtëpi ku mi bo, çka me bo? Ose 2, ose 1 shtëpi të madhe 2 kaçe. Faleminderit shumë Ali Kasrati. Ama është më folë regjia në telefon, po duhet kajtë përmen që dhe s'po më s'poj moj men. Shtëpia pa uja, a duhet a vynë? Jo, sen. Edhe 1 bunar. Zoti shpërblet. Edhe Zoti unë. shpërblet Ali Kasrati. Faleminderit shumë. 2 shtëpia, ose shtëpi 2 kaçe, edhe bunar me ujë. Sa vjeti ka djali 2? Djali 2? 18. 18. Po, I thu mu paraqit në kuzhinë edhe duhet me a gjetë 1 punë. u kry Ali Kasrati. Faleminderit shumë. E tash, unë du me lypi te. A bën me lyp dishka për te? Falë be Ali Kasrati. Për mu, edhe stafin tem, edhe për që ata që po na shohin neve në televizor, te me lutë Zotin më na falë shnetën, a do e lusish ajo? Po, mre, Zoti ju shpërblet, Zoti ju rujt krejtve, kush ka bo mirë për mu. Ama jo veç që tu në televizor, kur ti është veç ti edhe Zotin, shpil lutë Zotin për neve, mos na harra. U kry bale, vëtë Ali Kasrati. 2 shtëpia, 1 bunar. E unë shumë i lumtur në prag të mujt Ramazanit që të pa mje, nuk kanë me kanë ma për këtë familje që ka jetu të një jetën në që të kushte. E meritorët, ju, kur Zoti mos ju hub. Veç me që dorën zemër, me kanë ullën vend kësaj nane, e me ardhë dikush me të thonë mos kime jetu qështu. E qëta po e mundësoni juve. Allahi gjdo sprovë që mund të keni ja letësoft e ja u largoft. Gjdo smundje ja u largoft. Inshallah na shpërblen dënja në akhirat, Zoti kur mos ju hub. Edhe një herë faleminderit që ke arë, Faleminderit e të përhaj 2 shtëpiat edhe bunari. Faleminderit edhe juve, Zoti shpërblet. Shkojmë me sigël, kthehemi prapë në studio. Përhaj. Pasha Zotin, emocionet përzime njëherë situata, kur dha storja në qëfar kushte tu jetu, momenti që për e plajmin se përbotën me shpi, këto pamje e shumë shtirë më të largu nga memoria. Ky është emisioni i kësaj nate, emisioni tjetër do të na gjanë muin e Ramazanit, veç inshallah kem ymër shëndet e presim edhe përcjellim. Mos harrojmë, por e theksoj edhe një herë rikujtim, me datë 16 në orën 11, po vim Gjelan. Përhaj juve Gjelani, projekti i ri, qëndrim ditor për të më shumë, kuzhinë humanitare, bujtin për student. Nuk du të alon emisionin e sotshëm, pa e thonë, e kemi thonë për herë, gjithmonë, publikisht, me lojë zemrës, gjithmonë në përkrahje të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ajo që po ndodhe dhe po dëgjojmë edhe po na vinë lajmet nga Haga, është një tentim i padrejtësisë. Andaj gjithmonë përkrahje të marshit që do të jetë, protestës që do të jetë të martën me datë 17, për shlirimtarët tanë, për ushtrin, shlirimtarët Kosovës, jashtë politikës, pa politikë, gjithmonë UÇK. Koha më lavdishme e Kosovës, ushtria shlirimtare e Kosovës. Edhe për fund, në emër tim, edhe të stafit, edhe të banorëve, edhe gjithë atyre që
ushqehen e marrin ushqimin e për kuzhinat tona. Juve dhe familjeve t'juja urime muajin e shenjtë Ramazanit. Zoti ju rujt e ju shpërbleft. Neve po ju lajmë me pamjet e gjirologarive të shoqatës tonë. Gjithë ju që mendoni, besoni, na besoni edhe neve, edhe mendoni me dhënë kontribut të familjet nevojtare për mes shoqatës tonë, tani do të keni mundësin me i pa mundësit, gjirologarit, PayPal-i, GoFundMe e shoqatës tonë për mes të cilave mund të kontriboni në shoqata dhe nga shoqata të familjet nevojtare. Unë Halili dhe stafi ju përshëndesim, banorët po thojnë edhe na, veçojnë dorën edhe banorët, Zoti kur mos i humbë, Zoti ju shpërblet shihen të kanë të